Përshëndetje. Kjo video ka të bëjë më shumë me këto që janë pak si të zhvilluar, që kanë pas eksperjenca e këto lloj gjërash. Ju mund ta kuptoni më mirë këtë. Edhe sot kam dëshirë t'ju tregoj për 3 filma që mund t'i shihni, që ta kuptoni pak a shumë ç'është anë nga bota tjetër, se është pak vështirë me i artikulu. A kupton, po këto janë këto filme do ju zbulojnë pak a shumë ç'është ke bota tjetër. Se kur shef pak kështu e kupton pak e filmet, e kupton pak më mirë. Po këto filmet janë 100%, se këto i bajnë kështu me lufta, me bam bam bum, bam bam bam. A kupton, këta e përzinë e bajnë pak lamsh, po ka shumë të vërtet aty. Edhe këto kam qenë t'ju sqaroj pak kështu, pak a shumë, ta kuptoni, po i pa këto filma që të keni më pak kuptim ç'është funksion atje më tan. Edhe filmin e parë që kam dëshirë ta shihni ju ç'është kur del nga trupi, ç'është mund duket e ç'a mund bashë. Mund ta shihni këtë filmin që ka emrin Inception me Leonardo DiCaprio. Është 2010 u bë ky filmi. Aty me këtë filmi të shkojnë nga ëndra në ëndër. A kupton? Ashtu është dhe pak a shumë, po jo me këto gjëra që i fusin tona për trup që të dalësh, a kupton? Te bën mendje të qetë, raha, po filmat e përzim pak, e bajnë lamsh, po ka shumë të vërtet aty. Për shembull, ç'është mund duket, a kupton, ku imagjinoni pak për shembull, ku futesh në ëndër mbi ëndër, e ç'është programon për shembull. Ose futesh ka ëndra tjetrit ose ke tjetrit, a kupton? Po nuk vritesh këtu ke kjo bota, vetëm vjen mbrapa ke trupi, kurse atje po së bashku qysh do bëhet, do vdesin. A kupton, për të friksu. Ju shifni to që po e them unë, për shembull, çysh është ke bota tjetër. A kupton? Kujtimet janë anë. Ka dhe levels, a kupton, po s'ka të bëj ajo. Ti gjithmonë vjen mbrapsh, a kupton, po ke filma ti friksohesh se s'vjen mbrapsh. Po nëse shihni atë filmin dhe je pak kështu ajo, çysh është, a kupton, çysh mund t'ikni për shembull. Çfarë mund bash? Mund t'i futesh për shembull tjetër ke menja, a kupton? Edhe gjëra kështu, po pasni dëshirë, po kuptoni pak a shumë aty, ka shumë informacion aty, çysh janë këto gjëra. Edhe i filmi i dytë kisha qejf t'i thoja për këtë që ka emrin Interstellar. Edhe ky është film i bukur, me një aktor shumë i njohur, që u bë 2014. Ke kjo Interstellar këto shkojnë anenalt nga universi me këto raketat e hanës që i kin ha. Edhe me këto shkojnë ke univers tjera, kupton? Shkojnë ke këto që quhen, që i thojnë anglisht to black hole. Është një kështu, një grop e nxehtë aty që futesh, zezën, vup shkon në event tjetër. Edhe ndryshon koha për shembull. A kupton? Të rish atje për shembull, i orë ka të bajtu 20 vjet me gjak kështu, ku e diun. Po ta kuptoni edhe pa kohën ajër, po nuk është 100% ashtu, po ka të bëjë me kohën për shembull, ku shkon vende të tjera atje, gjërat ajër ndryshojnë, a kupton, çish tashun ka eksperiencia, ku isha atje 3 minuta, 4 minuta dukesh si 80 vjet, 70 vjet, a kupton? I kupton pak kështu, po ato tregojnë edhe pak çish bëhet kjo me kohën për shembull. A kupton? Është shumë film i bukur. Mund ta shihni dhe kuptoni pak më shumë. Se të gjërat i mëson duke u udhëtuar. Edhe ai filmi i tretë, ky është pak filmi kështu si i çuditshëm, do mund të çuditësi shumë nga ju. Kështu që kuptoj unë këtë lojën këtu. Kjo po thuash pak si e bame, para se mu ba. Po ne kemi vendos nga atje, nga që zamaj men, që këtë batë shu pak a shumë, edhe ne e fusim rrugës jetës. E kemi bane, pa i me të vim prapi me, ta bajmë fizikisht. E di që është bama jo, pak a shumë. Edhe me kur futesh për truk, për të bëjë gjërat mirë, për të bëjë jetë, i ke këto të qitime që të pengojnë, që i kanë dorë leket, kanë dorë sisteme, të pengojnë me, kupton? Këto çfarë s'bajnë. Për shembull, ti mendon se për me engjëllit, për këto kanë teknologjia në çifën e to, bajnë kështu surpriza, a kupton? Fusin në bombë, bam. Ose në luftë, se kanë fuqia i manipulojnë, a kupton? Edhe sikur për shembull prish ta loja, se më lufta s'duhet bërë ti me, kupton që tikshim në shpëtoshim, por to e bajnë në luftë, me që të pengohemi pak. Kështu të themi mrapshi me, dhe e baj prapë ndryshe si kolektiv, po nëse më mend.
e bajnë prak ndryshe, që ranë 8 ditë që të delçojmë për shembull bombën, që kishte e jetoj prapë dhe s'del ajo bomba. Është pak vështirë dhe unë kisha shumë vështirë me kuptu këtë. Është për shembull është ba, prandaj mund të shohësh përpara që është çka ka për ndodh, a kupton se po thuhesh e ba me pak a shumë. Prandaj i ke këto vizion që shef gjërat e përparshme, a kupton se sikur futi vëmendjen në të ardhmen, pa ato njohë njëjtën kohë. A kupton, është pak kështu ajo. Po ky film ky e ka emrin Tenet. T-E-N-E-T. Ti shef me kaj filmi, qysh bat kjo, edhe i të prapë ta ndryshojnë kohën me. Që të bat edhe ma mirë. Kjo ka për se kuptohet mirë kjo, se menja se ka kupton mirë fare këtë, po është gjë kështu ajo, normal atje. Kanë këto që merren këto tunal, se ka lloj shpirta se puna jonë, që janë lloj racash, lloj gjërash, lloj punësh, me gjitha gjërat. Imagjinoje ti sikur kanë ato në dorë për shembull i shtet ose i botë ose gjitha ato bota, punojnë me kompjuter me njëri tjetrin që lidhin gjërat. Është teknologji kështu ajo. E famshme më thosh. Që kështu të pak a shikojnë, me që të marrë loja sa më mirë, kupton? Se loja pothuaj ka marrë, po dalin këto pengesa, këto që janë mena për mena, pengojnë pak, pra na është vënë kjo shumë, se s'dun këto që zbulohemi ne. Po i me këto e kanë atë produkt funit, që shuj me pak a pak, këto janë prapë të përvene, kanë prapë kështu fuqi që mund prishin punë, i me këtë përzin shumë me njani tjetrin, se po vjen ajo energjia mirë nga këto angjeli këtë tonë që kanë ardhi me, që për në ndihmojnë, me energjia, me njerëz dhe me lloj gjërash. Edhe këto e me janë futë shuj me, edhe këto pa leje, a këpëton? Se nga që ka pak kesh fare të qiti me, edhe këto janë futi me pa leje këtu. Me edhe pa kontrollojmë sistemi pak a shumë, që është bëjnë gjëra që të bëjnë miqë të kaloj mirë ne, që të zhvillohemi shpirtnisht, ta kuptojnë ku shemi vetën, se të tjerë nuk lenë bo, ta kuptosh ti vetën. Panaj që ditë ne s'kemi marrë vesh gjak, që i kam thake vitet e tjera. Po i me janë gjithë gjërët hapim me, a kupton nuk ka ma pengime. Që shu i me zbuloni vetëm me të gjërat që kam dhanë në vegla sa të keni mundësi, rini qetë, do bëhen të gjërat, po ti shkon rrugën e mirë, rrugën e drejtë. Ku të shopësh ti me mas i biti 2 vjetëve ti ke ndryshu komplet fare, si e ma e pëthuj që ke qenë. Edhe ti me nuk shkon kur ma poshtë, ku e zhvillu vetën këtu ti, a kupton? Ti e baj me, a kupton, nuk ka njëri në botë vusit ty poshtë me. Këto gjana nuk harrohen. Ku kupton vetë ku qomin, edhe këto e dini me këto, pëthuj këto, e ke edhe zezën e të bardhën. Këtë zezën me janë këto, që na kontrollojnë, e ka kontrollu kështu ca vite, me kanar thoj me janë fut mëna dhe to janë përzis. As to s'kishin drejt, po me që bandallaver këto të tjerë, ka ke kati dytë i merren edhe të tjerë. Ka edhe shumë tjerë nga kati dytë që vinë ndihmojnë, e kupton, që merren me këtë. Ças bëj. Shuj me këto filma të japin pak a shumë një sqarim, qa bëhet atje, qysh duket atje, ndaj ku s'ke pas në eksperiencë. Janë shumë filma të bukur. Kupton pak a shumë. Edhe janë gjëra shumë reale atë që bëhen, a kupton? Imagjinoj atë që shef ato që kam thënë unë. Sikur të vjen veta, e parashikoj veti. Po leni të luftat pam me këto gjërat. Mos i merr të detajet shumë, po shifje historinë, pse bëhet, edhe qysh funksionon nga këtu, atje ma thanë, sa mund shkosh, qysh mund t'i futesh ke menja tjetrit, ke ai filmi parë me Inception, me Leonardo DiCaprio për shembull, e kupton? Shkojnë ato, sigur pëthuj që dalin nga trupi, dhe ato kanë një sistem që fusin që dalin ato nga trupi, shkojnë ke menjët e tjera, këtu ke ky veni, a kupton? Këto vene këtu, këto dimensionet e bëjnë gjëra. Është pak vështirë me kuptu, po nese. Mëson shumë aty pak a shumë, qysh është. Po ta kuptosh. Edhe ka ajo Interstellar, aty ka të bëjë edhe me kohë për shembull. Se jemi në event ku shkua ndalon, po s'ka të bëjë fare me ty, ti vjen prapë në kohë këtu. Po jo që shumë kohë atje bash 70 vjeç, 90 vjeç, a kupton, nuk është ashtu. Po ashtu duket nga atje. Ndaj po s'ka të bëjë fare me jetën këtu. Ti vjen prapë këtë gjendje, në këtë kohë, në këtë orar. Po tregon pak a shumë që janë dhe venet aneja, kupton? Nga këto venet e tjera. Është komplet ndryshe, janë dhe ashtu që tregon për filma, kur është po thuj vetëm ka dhe vene që është vetëm kështu, tokë fare ose vetëm ujë. A kupton çfarë s'ka? Ka shumë gjana që po s'ka të bëj fare me ty, ku je ti në shpirt, ku del nga trupi ti i pavdekshëm, asnjë s'pengon ty fare në botë. A kupton, ti je ai Zoti vëlla, ti je i vetëdijshëm, ti shef gjana ashtu bap mëna për mëna, nuk mund ta rresh ti një shpirt tjetër aty. Prandaj janë gjana kështu, vaj ç'ish mendon ti.
çfarë mendon ti ashtu do dalin fillim, këto gjëra do të pastru, se do deklarohen valla, ti mendon këtë gogoli, ti mendon këtë fantazmën, ti ke këtë frikën. Dhe shohë që s'ka të bëj fare me ty, kjo dhe ikën ani. Edhe unë të kam thënë, ke video tjera që mund ta komandosh, shkruajni të gjëra poshtë, provojeni, edhe ikin këto. Largohen ani dhe pastrohet me njërin, me gjëra më të mira dhe zhvillohemi përpara dhe bëjmë më mirë. Edhe marrim dhe eksperiencë, edhe i lërojmë të gjërat e këqija, pak a shumë, ja marrim dorën ty me gjëra më të mira, më shumë sa të kemi mundësi. Mos po them lënë vetën fare ti, me ti do punosh ashtu gjyshje, më se di, po tu të mësuat të gjërat i me. E këto filmat japin shumë klarifikime. Që të gjëra për shembull banë një herë e inqizojmë mrapsht nëse mbajmë mend, fillon prap kjo, ne mendojmë hasësh, hanë, marr. Ne jemi, ja kupton, ne jemi kështu vëlla, as milingona. Këto kanë atë teknologjinë që s'ma mend fare ti. Po duket sikur gjithë ata mam, kështu këtu nal të ças bajnë. Nëse që të shkojmë në atë rrugën që ju thash unë, që ta vim shtëpi të gjithë, a kupton? Me kohë. Po kjo puna ime duhet bërë mëna për mëna nesh. Duhet zbalu nga në, këto ndihmojnë, po to s'janë lojë. Po ku zbulohesh ti kavesh me to edhe mund të komunikosh tani, pa nga pak, nuk filloj të më njerëz, se t'japin më shumë ashtu që duhet. Ti do më shumë, po nuk është mirë për ty se din këto që po ta vën këtë, mund ta shohin çka ke për të bati. Edhe ka për dalë keq fare. Ti mendon se do dalë mirë, po këto e shohin nga aty nalt. Këto nga aty nalt ke po thuj imagjinoj një mal shumë i madh. E ke atë xhonglën aty poshtë. A kupton? Ti e nalt fare, ti shef, po thuj nga shteti shtet. Se ti aty me në ke jungla, ti nuk shef as 1 metër, 2 metër, shplot me, a kupton? Me pemë, me shkurë, ti e fut mëjnë as di, majt as djatas, ke as kompas as e gja, po ti mendon se e i menshëm, po kështu e pjesa jote e lartë, atje nalt, i shef kamalit, shef kutikështit, majt as djatas, i shef pengimet, i shef më mirë që është arrizësh ti atje, po jo, ti këtu mendon kështu, pam, ço ba, çasu ba, nga jam, a kupton, ti e qërum, që kështu i me, ku je i kap, pak a shumë të ndihmojnë të gjërat që ta qesh rrugën e mirë. Që këto e bajnë kohën e vetë, di që është mirë për ty, dhe ndonjëherë s'dalin gjërat shpejt, po është një arsye, edhe sikur se kupton. Që kështu shihni këto filmat, shihni vetë, bani vetë, dini vetë, edhe gjithashtu mund t'i shoh në vitin tjetër. Mirupafshim, shihni.